Pas prokurorisë dhe kuvendit, familjarët e viktimave nga Koçani u ndalën edhe tek Ministria e Punëve të Brendshme, ku u pritën në takim nga ministri Pançet Toshkovski. Në këtë takim, banorët e Koçanit kërkuan përgjegjësi duke kërkuar për më tepër përgjigje nga ministri Toshkovski nëse janë arrestuar përgjegjësit institucional. Në fillim Toshkovski tentoi të arsyetohet se kjo që ka ndodhur është si shkak e punëve jo ligjore të ndodhura brenda periudhës mbi 10 vjeçare. Оно кое-что ми се случи, нажалост, е последица на огромен број незаконити действија кои што настанале во еден малце подолг временски период. Тоа не било период од месец дена, било период од 13 години. Ministri siguroi prinderit se do të merren të gjitha masat për zbardhjen e plotë të rastit. До сега и да ми верувате на словото. И да ми верувате на зборот. Имате право и на тоа. Имате право и на тоа, но истрагата не е завршена. И до сега Duke ja thënë në fytyrë se nuk i besojnë, qytetarët kërkuan që të arrestohen të gjithë ata që janë përgjegjës. Pasi Toshkovski i dëgjoi të gjitha ankesat, në fund kërkoi që nga ky takim të largohen mediumet dhe të mbetet takimi mbyllur dhe në të diskutojë vetëm me prindërit që kanë humbur fëmijët e tyre.